Namazi është shtylla e fesë, pa namaz dhe më thonë, nuk ka mundësi njeri me majt fejnë e ti. Namazi është ajo që i aman muslimanit fejnë. Edhe kjo është puna e tretë, që na mundson neve me hinë xhenet ka 8 dyert e xhenetit. Falja e 5 kohëve të namazit. Edhe këtë e bëjmë, edhe nuk e bëjmë. Dhe më kemi xhamat që herë falen, herë s'falen. 2 namazi i falin, 3 si falin, 3 i falin, 2 si falin. Kur është shumë i zantë e len namazin. Kur i flehet sabah e len namazin. Kur lodhet ditën e le Yasin, për shembull. Ja, kjo nuk është mirë. Si ka hije muslimanin me kon laraman te namazi. Te namazi duhet me dal në shesh burnia jon, besa jon, fjala jon. Nëse e kena thonë Zotin jena musliman, atëherë me çka e dëshmojmë? Me namaz. Përmbaju namazit. 5 vakt namaz janë farz. Edhe Allah i madhrishëm e ngriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në 7 kat qiell, deri te madhnia e tij më tregue këtë farz. Pse? Është shumë i madh, është shumë i rënd, është shumë i rëndësishëm. Andaj të gjithë na që i mikon laraman në namaz, na ka ikë në namaz që tash në Ramazan e kemi shansën me adhon edhe njerë një bes 3 Zotit, me thonë o Zot, prej që këti Ramazanit për ta jap besën, se astin namaz s'ka me lonë me më ikë. Ketë namazet kam me i falë. A është fështirë? A është fështirë me i falë 5 vakt namaz? Shka pa mërmenja? Ata që i falën, thësë është i që fështirë. Ama këta që u ikë të namaz, a be hoqo, ka nërë shumë bezamet, shumë punë për nadalin, shumë angazhime, po duhet me lonë namazin. Unë e thamë, kjo përgjigje nuk është e saktë. Allahu i madhërishëm është i mëshirshëm. I dënë robët e vetë. Nuk i lodh me ibadetet e veta. Sa saat i ka dita? 24. 5 vakt namaz. Sa të marin prej 24 orëshit? Një orë. 5 vakt namaz, ka 10 minuta, 15 minuta. Thuj 60, një orë. Për tash 24 orë. 23 bën çka dush, 23 bën çka dush. Një me fal namaz. Edhe thuti vallaj vështirë, vallaj s'po muna, vallaj punë shumë. 23 bën çka dush. Desh han, desh pin, desh flen, desh etit, desh punon, çka dush bën. 23 saat. Një saat ibadet Allahut mi bo. A shumë? Nuk është shumë. Ama qka? Nefsi, kur është pa bo tërbije, atërë nuk len me bo sejtë dhe Allahut do gjelar. E pra du është një Ramazan që tash, me bo tërbije nefsin. Edhe me këtë tërbije me dal nefsi për Ramazani që 5 vakt namaz i kam borç ndaj Zotit, edhe nuk e lo asë një dit pa i sozë borçët e mia ndaj Zotit. Kush fiton për namazit Zotit, nuk fiton për namazit të në Zotit kur gjo. S'ka nevoj. Aje që fiton jeti. Aje që fiton jeti. Edhe në aspekt imanit, edhe në aspekt sevapeve, edhe në aspekt shpirtnor, edhe në aspekt psiqik, edhe në aspekt lumturis, edhe në aspekt rahatis, edhe në aspekt shëndetin, të gjitha aspektet. Nuk ka aspekt që ti nuk fiton nga namazit. Andaj edhe njerë po thamë, që tash në Ramazan, ku shokon laraman në namaz, le t'jape bes Allahut, o Zot, pi që tash, pi që kënë gjami, o Zot, po t'jap një bes, se nga kjo Ramazan, asë në namaz nuk ka mele. Edhe, ai që të bën këtë premtim Zotit, inshallah Allah na jep ymër, e takojmë në Ramazanin e arshëm, edhe le të vjen, le të më tregon mua, a e ka pas jetën më të mirë, a më të keqe, se ka fillu me qenë i përpik në namaz. Do të bindet, do të kupton ai vetë, se prej asaj dite që ka vendosur me i fal 5 kohët e namazit, jeta e tij është bo më e lehtë, më e mirë, më e lumtur, më e qetë, më e rahatshme. Po, pse se namazi
ta qetëson shpirtin, ta kënaqë shpirtin. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka thot wa ju'ilat qurratu aini fi salah. Kënaqësia më e madhe më zhbon namaz. Këtë gale kur kanë, për shembull a keni pa të rit, kur kanë ndaj nervoz e kanë një cigare më herë. Kur që cigare ka më ek nervozën, nëse ek cigare nervoz. Kur ki nervoz, kur ki siklet merr abdest. Edhe Allahu akbar fal namaz. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Aisha radhiyallahu anha kana idha hazaba shay faz'a ila salah. Kur kishte siklet më njëra mihrab. Allahu akbar fal namaz. Edhe urat e kit. Provoja. Nëse s'm beson provoja, kjo punë është e lehtë. Kur të kish siklet, kur kish nervoz, kur kish presion, shko me abdest. Edhe ktheu ka kible, Allahu akbar, fare dy rekate namaz. Edhe e shef, a ki me pas, hala atë siklet, as ki me pas. Ama të na, kur të nervozomi na shajmë, kolon. Këtë që me të shajt me ka më pëzbohet punët, bërtit. Pse bërtit nuk sosën punët. Jo, thuj e stakfirullah, merë abdes, falë dyre që namaz ki me po, se aj siklet, aj jo nervoz, aj presion, sa shpet ka më largu prej teje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithi që transmeton Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu anhuma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hipin mimber. Edhe u tha sahabëve, ebshiru, myshde për ju. Çfarë myshde? Thot men salla salavat el khams, u ashtenebe el kebaira, dakhala min eje ebuab el gjennet i sha. Kush i fal 5 vakt namaz, edhe largohet për gjunave të mëdhoja, hen ka cilat der e gjennetit dan. Kush i fal 5 vakt namaz, edhe largohet për gjunave të mëdhoja. I thot Talebi i Abdullah ibn Amr ibn As, i thot, pasha Allah në kënë dëgju këtë hadith për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot Abdullah ibn Amr, i thot, pasha Allah e kam dëgju për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, se kush i fal 5 vakt namaz edhe largohet për gjunave të mëdhaja, se cilët janë sjellja e keqe me prindërit, shirku ndaj Zotit, vrasja e njeriut pa faj, shpifja dhe trillimi për gratë e ndershme, ngrënja e pasurisë së jetimit, ikja nga beteja dhe hangre e kamates, kanë gjunat e mëdhoja. Kush largohet për këtyre gjunave të mëdhoja, edhe i fal 5 vakt namaz, a njeri ka cilat der e xhenetit ka me hi insha Allahu Teala. Edhe këtë, alhamdulillah, një pjesë e madhe xhamatit tonë e kanë. Ama tash edhe ja din vlerën. Tash çka ata që janë laraman, le ta kuptojnë se sa hupin. Pse se ik një namaz 10 dakika, 5 dakika. Isha një dit, një vjet u thësha për në Londër. E fluturimi ishte para sabajt. Edhe shkum na, kalum pasaportën edhe të aeroporti vjetër i shkupit. Pa u boki i ri. Edhe hinëm salë pritjes me shku të aeroplani. U vanu aeroplani, tash hini vaki i sabajt, do me dal dili. Unë abdes kisha, e mora një qanë që kisha, për i ves ata ka është veriju që ta gjej kiblen, edhe u fala. E fala sabajnë, me aeroport, në salë. Merë njoni, tha o hoqbe, tha dhe unë e be falë namaz, a ma tha qebe nudhë kër jam, tha diçka së mipët me falë, tha vjen madhe. Tha është vallaj, ibadeti Allah të është ma i madhë. Ka ardhë vaktit, ashtë si më sfalën e ikë namazi, del dili, smujën e, du të me thonë gjevap, Allah të gjelar. Edhe u fala. Tha shumë për të më marrë lakimi, inshallah dhe unë s'ka me lonë kur. Nese, ka përcej kjo rast, isha të ardhë prej Finlande, për para ishte Malevi, nëse e dine ajo aeroplani i Hungaris, kompania aerore e Hungaris, Malevi, ishte fluturimi për në Helsinki në Budapest, për Budapest në më dhonë në Shkup. Edhe erdhëm në Budapest, edhe të ka përcin në aeroport, më një qash i shaf do jahudi me zylife, me ato sheshirat. Ishin rënit, edhe e bëshin kështune. Edhe për vesë në shkajnë të bo, tha këto falë, tha. E thash në veti, sa posh kimi rana musliman. Këta jahudit, me fejnë e vetë, falën edhe së venë marë heqë. Neve muslimanve, kështë vere vakti namazit, na vjen marë e më falë.
Pse do më shafe dikush, do më thojë dikush, po ti s'duhet me të ardhë mare me boj ibadet Allahun do gjera. Njerëzit 100.000 zeza i bojnë suven mare, ti me boj ibadet Allahun do të vere mare. Jo, vakallë edhe një rast, para 89, para më 89, isha në medrese une. Ju e dini atëre shkojsh me në Greqi me punue, punë kraj, me mbledh portokalla, aullia, rosh. Pa ta shkune në verës me punue, në Greqi. Edhe isha më një odë, në Greqk, për në grek ato, jo musliman. Edhe, pa të vakti namaz, edhe isha të u falë në notë. Po me neve, banoj këtë atë shpi edhe një grek i ri, kishtë alë për një qytetit tjetër me punu edhaj. Edhe kun pa mu se jam të u falë në notë, si e qeli derën të një, si pa të u falë, unalë të dera, që ti unalë? Edhe sa jam falë, unë a i s'ka levis për venit. Edhe kur dhash unë e selam, i thash, hem se si nëse anë shishtaj. Tha ja, tha, na, tha, i respektem ata që janë fetarë. Kur të pash se jetu u lutë, tha une, nuk dësha me bo levizje me të pengutije. Të dera që ti. Para më ndodë më dhonë, Allahu të ngrit. Kur t'jesh mas namazit, Allahu të ngrit. Pra qka këtë më dhonë të rrit, nuk du të me talë mare, vëllë, jam në ku jam. Ku t'jesh? Ku t'jesh falë? Falë namazit. Shtroje një sen, drejto ka kibli Allahu, akbar falu. Në fush, se do t'jetë, për shemë shpeshere gjemati jonë, pëse janë në fush nuk falen. Pse i kam raket me dhe, ose për shemë s'kam kushte, edhe qka lene namazin, a? Nuk lijet namazin, jo dhe vlasën. As në fush, as në udh, as në luft, bilem, luft. Edhe në luft ku t'jish, Allah i madhërishëm, në ka bo obligim namazin. Edhe në ka mësu si mu falë, si mu renit njerëzit, një rasht shkon sejgjde e në ruku, tjetër rinë kom, e pas të tjetëri do më shkon sejgjde e në ruku, e tjetër rinë kom, edhe kështu falen, ose falen grupe, edhe në luft s'bën me lo namazin. E jo mo ti, në fush kishku me punu fushën edhe le namazin. E le namazin, a mësën hinë gjenet mësën. Për qatë nëjna të folë, sot, 5 vakt namaz kush i falë, ka cila der e gjenetit donë me hi hinë. Ama si ti losh namazit që është laraman, së mund është me hi ka cila der e gjenetit donë. Ta është mate. Për me bo bereqet toka, po du të me punua. Për me hi në gjenet, du është me falë namaz. A bon bereqet toka pa punu? Nuk bon. Ju e dini ma mirë këtë punë. Toka nuk bon bereqet pa e punua. Edhe gjenet nuk hijet pa namaz. Kjo punë është, du të me pas qartë. Edhe këto mirësi du të me i kuptu mirë, për me pas parasysh dhe më dhonë rahmetin Allahut subhanahu wa ta'ala.